dua të kaloj pak të këta emocionet të tjera, që në një pjesë të madhe zbehin sot në Shqipëri të paktën edhe emocionet e Champions. Kam Arditi, në fakt është Ardit, para se të fillosh me emocionet e listave, ke një përgjigje, duke qenë se ti je nga ata tifozët e Interit, se unë mundova të bëj avokatin në mungesën tuaj, për një përballje që do keni me Bayernin. Mirë, përgjigja për Enrikon. Enrico përgjigjen të dha live. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Emocionet e listave, kur do t'i kenë gati listat? Janë orë të ecshme në fakt në Partinë Demokratike Esmeralda, pasi kanë mbetur vetëm pak orë deri në momentin final që do duhet të dorëzohet lista kandidatëve për deputet, si në atë që quhet pjesa e mbyllur, por edhe në pjesën ku deputetët do të kërkojnë votën preferenciale që quhet lista e hapur. Ka shumë dilema dhe shumë emra që qarkullojnë, që përfliten në ditë ndryshme, disa të sigur, disa pastaj zhduken dhe rikthehen në ndoshta në listat e hapura, por përpara se të kalojmë ndoshta tek një analizim i çdo emri që ka qarkulluar gjatë këtyre 48 orëve të fundit për çdo qark, unë doja të përcjellim dhe një lajm të fundit për koalicionin opozitar, PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ku kemi një largim nga ky koalicion, bëhet fjalë për partinë e minoritetit Maqedonas në Shqipëri, e cila ka vendosur të largohet, dhe në përgjigje të interesimit të gazetarëve, kryetari i kësaj partie, zoti Vasil Sterijovski, ka deklaruar se dështuam në negociatat me Partinë Demokratike, pasi sipas tij ka kërkuar një vend në listat e hapura të qarkut të Korçës dhe është refuzuar nga Partia Demokratike. Gjithashtu ka shtuar që kemi kërkuar edhe në qarqe të tjera, por sërish nuk janë dhënë në vendin listën e hapur, dhe deklaron se ishte kërkuar që partia e tij të ishte në këtë koalicion me Partinë Demokratike